Shëndetje. Sot është 1 maj. Juhu, ura! Gjithandej, dje flitesh pushim të mbarë, ditë festoje 1 maj nesër, këte ande. Edhe unë kam një pyetje sot. Është 1 maj me të vërtet për të festuar, si ditë e punëtorëve? Nga çfarë konteksti është nxjerrë kjo fjalë, kjo ditë feste? Fjalë do të thotë që punëtorët janë aq të kënaqur, aq të ashtuja, ose çmohen aq shumë sa që u është dhënë një ditë, nga kush është dhënë kjo një ditë feste e punëtorëve. Nëse jeni të kënaqur me ata që punë dhenë, si juve u paguan energjinë e jetës tuaj që juve shpenzonin në punë, atëherë festojeni, i jepni dermin. Kalofshi sa më mirë. Ciao, ciao.